Kur Irani lëshon raketat drejt Izraelit, gjëja e parë që ndodh është përpjekja për t'i ndalur ato me anijet luftarake amerikane në gjirin persik. Nëse raketat kalojnë që aty, përpjekja e dytë është t'i ndalojnë ato nga bazat ushtarake në Irak. Nëse kalojnë edhe këtë fazë, sapo hynë në hapësirën ajrore të Jordanisë, sistemet mbrojtëse ajrore jordaneze dhe avionët amerikanë F-35 përpiqen t'i shkatërrojnë, ndërsa njëkohësisht ato shënjestrojnë edhe nga anijet amerikane në detin e Kuç. Nëse arrin t'i shmangin edhe këto sulme, kur i afrohen Izraelit, bazat ajrore britanike dhe anijet amerikane në detin Mesdhej përpiqen edhe një herë t'i ndalojnë përpara se të hyjnë në territorin e Izraelit. Pavarësisht gjithë këtyre pengesave, disa raketa arrin ta prekin Izraelin, ku edhe aty në fakt i presin të paktën 3 apo 4 lloje sisteme mbrojtëse me rreze nga 2 deri në 2000 kilometra. Nëse njëra prej tyre godet objektivin, kjo për Iranin konsiderohet një sukses i madh. Mani mend, të gjitha raketat që po përdor Irani janë prodhimit të tij, ndërsa për t'i ndaluar ato, po përdoret teknologjia më moderne e gjithë botës perëndimore. Tani, cilat janë shanset për Iranin që ta fitojë këtë luftë? Më shkruaj më poshtë dhe bëj subscribe.